Mirëmbrëma, jam Valbona prej Koalizionit. Kryeministër, pas parasysh qëndrimin e juaj për zgjedhje të jashtëzakonshme, fillimisht ta keni marrë ftesë prej presidentës për me zhvillu diskutimet siç e kërkon edhe kushtetuta në këtë 10 ditëshën e parë pas dështimit prej mandatarit të parë. Edhe çështja, nëse keni marrë ftesë, cila datë është e preferueshme për me u mbajtur zgjedhjet për juve. Edhe dje pas seancës edhe deputeti Hekuran Murati, mirë po edhe deputetët e tjerë shtruan si çështje problematike aspektin financiar dhe problemeve financiare me cilat mundet me u përballë Kosova në mungesë të një qeverie funksionale të plot, mirë po në bazë të ligjit për qeverinë, qeveria në dërheqje siç quhet në ligj ka të drejtë mundet me procedu me buxhetin. A mundesh më na tregu se cilat janë mundësitë që qeveria që ju e drejtoni aktualisht me procedu me buxhetin edhe përkundër faktit që nuk mundem me quajt komplet funksional kuvendin për shkak që nuk ka komisione deri më tash të formuara. Faleminderit. Faleminderit për pyetjet. Së pari ne nuk kemi marrë ende ftesë nga zonja presidente. Natyrisht që do të konsultohemi me të. E dim që për herën e dytë eventualisht është në diskrecionin e saj çështja e mandatarit për formimin e qeverisë. Nga ajo çfarë dëgjuam dje dhe në bazë të rrethonave që ekzistojnë, duket që të gjithë tash po përgatiten jo vetëm për balotazhin, por edhe për zgjedhjet e reja parlamentare. Mbas është për të ardhur keq që do të mund të kemi përveç balotazhit edhe 2 herë zgjedhje, edhe zgjedhjen dimër edhe zgjedhjen pranverë, sepse kur nuk arritëm t'i bëjmë 61 deputet për një qeveri të re, atëherë është vështirë imagjinueshme që do të mund t'i bëjmë kollaj 80 deputet në pranverën e vitit arshëm, dhe i kemi vetëm 4 muaj drejt zgjedhja e presidentit apo presidentes, pra afatet kohore po ikin me shpejtësi dhe është për të ardhur keq se përveç balotazhit do të mund të kemi edhe 2 herë zgjedhje, kemi mundur së paku këto zgjedhje të dhjetorit t'i evitojmë e t'i kemi eventualisht vetëm ato në pranverë. Por, le të presim tash, janë 10 ditë afat për zonjën presidente, për rrugën përpara, e cila në bazë të gjitha fakteve, shenjave, është veç sa jo e zgjedhjeve të reja. Unë e thash edhe në ekspozen time dje, që një vend pa buxhet është një vend i cili nuk mund të ecë përpara. Ne kemi të drejtë që ta propozojmë buxhetin për vitin 2026, në kuvendin e Republikës, në bazë të ligjit mbi qeverinë. Mirë po, në të njëjtën kohë do të na duhet të bëjmë shumë konsultime me juristët në mënyrë që të shohim se si është rruga përpara, meqense fakti që qeveria miraton një propozim buxhet për vitin 2026, kjo nuk do të thotë që puna ka mbaruar, por vetëm sa ka filluar. Nuk janë ende komisionet parlamentare në kuvend të Republikës, dhe gjithashtu cili do të ishte ai buxhet i cili do ta kishte mazhorancën prej 61 deputetëve, sepse në 2 lexime do t'i duhet edhe buxhetit që të kalojë në kuvend, në të cilën siç e pam dje, qeveria, kabineti i ekzekutivit që propozova unë i morri 56 vota. Pra ka shumë të panjohura për rrugën përpara dhe dita e djeshme i ka shtuar ato. Kryeministër Shqipran Xhema prej Kallzopikon, unë kam disa pyetje. Fillimisht kisha dashur me ditë tek emrat që i keni propozuar dje për ministra dhe për zëvendës kryeministra mungon ai i numri 2 të qeverisë, Kurti 2, Besnik Bislimi, pse nuk është ai aty edhe ako me qenë shef i shtabit në zgjedhjet e ardhshme të cilat po i presni. Po ashtu aty kemi parë që mungon Arbiena Gavsi, Rozeta Hajdari, por edhe Hysen Durmishi, pse mungojnë është çështje e performancës së tyre. E kemi pasur që edhe Donika Gërvalla Shfarc, e cila ka qenë ministre e punëve të jashtme, nuk i është besuar përsëri kjo ministri, cila është arsyeja. Dimal Boshën, kryetarin aktual të parlamentit, kemi pasur si emër për ministër, cili ka qenë planifikimi juaj.
Po ashtu kryeministër, nëse kthehemi në retrospektiv, njëri prej premtimeve që keni pasur ndoshta në 2019 ka qenë me i pas veç 12 ministri, kësa here po më çurret nga 15 në 19 ministri propozimi, çka ka qenë ideja, edhe ka kjo implikime të tjera buxhetore, edhe e fundit që po të më ditë se mos gabovesha përmendet edhe SBA-t gjatë fjalës suaj, cili është plani juaj për kthimin e dialogut strategjik. E thash që është e fundit, po e shtoj edhe një, a keni pas kohëve të fundit ndonjë takim me Ramush Haradinajn për koalicion, sepse përmendet LDK-n edhe nismën, po ashtu që me PDK nuk do një koalicion, po me AK-n a keni tentu me pas takime edhe me formu koalicion. Faleminderit. Së pari të gjithë emrat të cilët janë propozuar për dikasterit qeveritare janë rezultat i analizave tona të brendshme, dhe emrat e përveçëm nuk janë rezultat i ndonjë vlerësimi apo mos vlerësimi, po janë kryekput çështje e fazës që na pret për planet dhe programin tonë. Rrjedhimisht të këtilla plane kemi edhe për emrat e përveçëm që u thanë këtu, për zonën Arbrije Nagavsi, për zonën Rozeta Hajdari, për zotëri Besnik Beslimin. Ne do të jemi bashk në këtë ecjen tonë, por kush, ku edhe kur, këto janë diskutime të cilët edhe njëherë për i theksoj, nuk kanë të bëjnë me vlerësimin ose mos vlerësimin tim, por me fazat që na presin. Kemi pas ndërrime të dikastereve, ndërrime të pozitave, dikush që ka qenë deputet është bërë ministër, e kështu me radhë, do të thonë absolutisht nuk bëhet fjalë për kur farë gjykimi ndëshkues të asaj çfarë kam prezantuar unë dje. Ndërka që më duhet të them që për kryetarin e kuvendit Dimal Bashën, gjithmonë e kam paramenduar atë në ekzekutiv. Pra për Kurti 3, unë kam menduar që Dimal Basha duhet të vijë në ekzekutiv. Dhe ju e dini shumë mirë që propozimi i lëvizjes vendosje për kryetar kuvendi ka qenë gruaja më e votuar në këtë legjislaturë, Albulena Aghiu. Meqenëse se u bë pamundur të ecim përpara me Albulena Aghiun dhe në ndërkohë në erdha gjykimi i gjykatës kushtetuese, akt gjykimi i saj i cili ishte për bindjen time të vazhdueshme i çuditshëm, ku thuhet që duhet provosh 3 herë, atëherë ne filluam të provojmë emra të tjerë. Dhe edhe aty nuk është mirë të nxjerrën konkluzione se dikë që e propozuam nuk e donim në qeveri, apo dikë e ndëshkuam, apo dikë e lavdruam. Në fund u votua Dimali, unë besoj që Dimali e bën shumë mirë punën si kryetar kuvendi, gjatë kësaj periudhe, e cila është rreth 2 mujore apo jo, nuk kam asnjë vrejtje për punën e tij. Edhe duke qenë të njëjtin subjekt politik si jemi ai dhe unë, por besoj që vlera e tij e madhe një mend do të ishte në ekzekutiv. Mirë po, ajo çfarë ne besojmë, dëshirojmë, dhe ajo çfarë realizohet shpesh herë nuk përputhen. Prandaj edhe dje ishte shansi që Dimal Basha të vijë në ekzekutiv, mirë po duket që po e duan aty. Ishte shansi që të përfundoj edhe ky mandati i Kurtit 2.5, si ta quajmë tash, edhe kjo nuk u shfrytëzua. Tash jemi në këto pozicione siç jemi, por edhe një herë po e potencoj që harmonia e brendshme në lëvizjen vendosje, në kabinetin tonë qeveritar, kur nuk ka qenë më e madhe se tash, përkundër emrave të cilët janë ndryshuar për shkak se për neve është i njëjti program i së njëjtës kauz. E njëjta vlen natyrisht edhe për zëvendës kryeministrën, e cila unë synoj të jetë po ashtu në atë pozitë, zonja Donika Garvalla, e cila ndron dikasterin e ekzekutiv, por jo edhe pozitën do të jetë zëvendës kryeministrja ime e dytë herë do kur që e votojmë qeverinë. Ne kemi komunikim të vazhdueshëm me ambasadën e Shtetit të Bashkuara këtu, dhe po diskutojmë se si mund t'i avancojmë raportet tona, dhe unë besoj që kjo do të mund të arrihet, por mbase kontributi më i madh që mund ta bëjmë bashkërisht tash si shtet, është pikërisht që sa më parë të mund të ecim me formimin e qeverisë
dhe me normalizimin institucional Kosovës. Kemi pas një 4 vjeçar fantastik sa i përket stabilitetit institucional. Në Kosovë jo vetëm do thosha që nga shpallja e pavarësisë, po që nga çlirimi nuk ka pas një këso stabilitet institucional sikurse 2021-2025. Viti 2025 ka pasur ngërçe dhe sa më parë që dalim prej këtyre, unë besoj që edhe gjëra tjera si puna e dialogu strategjik do të mund të avancohen. Unë kam pasur takime dhe kam synuar takime vetëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe me Nismën Social-Demokrate. Kam besuar që me udhëheqjen e re të LDK-s ne mund të bëjmë një koalicion. Kryetari i ri i LDK-s në vitin 2021 është uruar prej meje, kur e kam marrë detyrën e kam uruar, ai ka qenë ministri imi, dhe unë kam besuar që mund të bashkëpunojmë. Në anën tjetër, partia që ka kryetar Zotri Limajn është Nisma Social-Demokrate. Ajo doli nga grupi me AK-n dhe me këta të dy kam synuar. Nuk kam synuar takime me subjekte tjera, por tash në politik, përveç mos pajtimeve, janë edhe çudit. Unë nuk po e kuptoj saktësisht Lidhjen Demokratike të Kosovës, t'ju them sinqerisht. Nuk duan qeveri që udhëheqet nga lëvizja vetëvendosje dhe nga unë. Nuk duan ta formojnë qeverinë e tyre me partitë të tjera opozitare, por insistojnë disa zgjedhje të reja ku përsëri do ta përsërisin atë sloganin që ne dalim të parët, por nuk dalim të parët. Domethënë, është një çike çuditshme për mua kjo sjellje. O bë koalicion si i treti me të parin, o bë koalicion me dytin kundër të parit, ama diçka duhet bësh. E tash kjo ka shkuar shumë larg. Një herë kisha përshtypjen që me të vërtetë ndoshta e kanë me mua personalisht. Thjesht s'duam që Albin Kurti të jetë kryeministër, edhe kjo për neve është e panegociueshme, e paimagjinueshme. Mirë, po kur po e shohim tash para balotazhit, ata janë kundër edhe liderëve lokal të LDK-s që po duan të bashkëpunojnë me vetëvendosjen. Mirë, Albin Kurti nuk bën për kryeministër të Republikës, po pse nuk bën Sulejman Meholli për kryetar të Vushtrës? Domethënë, tash po na del që nuk është problemi vetëm me mua. Problemi është komplet me fituesin e zgjedhjeve që i ka marrë afër 400.000 vota. E tash, unë nuk jam penduar që kam provuar me këto dy subjekte të bëj koalicion qeverisës, sepse tjetër çka nuk mendoj që është mirë për shtetin, nuk është as përshtatshme për neve, por po them edhe një herë, përveç mos pajtimeve, kemi edhe sjellje të çuditshme të cilat nuk dim edhe me tamam si t'i kuptojmë. Dhe krejt në fund është çështja e rritjes së numrit të ministrive. Unë besoj që do të rritej efikasiteti në bazë të përvojës që kemi. Më duhet ta pranoj, më mirë është Ministria e Punëve të Brendshme të jetë ndarë prej administratës publike dhe është e rëndësishme që me administratën publike të jetë digitalizimi. Janë bërë punë të mira, por unë besoj që në mandatin e ardhshëm Ministria e Punëve të Brendshme ndaras për Ministrisë për Administratë Publike dhe Digitalizim do të ishte efikasitet shumë më i madh. Njësoj vlen edhe për infrastrukturën me transportin në njërin anë dhe për planifikimin hapësinor dhe mjedisin në anën tjetër. Gjithashtu vlen edhe për Ministrinë e Financave, ku familja dhe mirëqenia sociale, përkatësisht transferet, është më mirë të jenë të ndara prej Ministrisë e Financave, e cila është një ministri gjigande, shumë e madhe, por besoj që nëse do të ndashin në dy ministri, ku në njërën anë ta kishim Hekuran Muratin, e në anën tjetër Andin Hotin, gjërat do të shkonin edhe më mirë në fazën e ardhshme, ku natyrisht dimensioni social i qeverisjes sonë do të forcohej. Ne jemi qeveria e parë e cila rritjen ekonomike nuk e ka mbajtur për shtet, po me krejt çfarë ka ditur e mundur është kujdesu që ta shpërndajë në shoqëri. Genc Godanci prej televizionit të shtatë. Kryeministri gjatë këtyre muajve bllokad, pothuajse gjithë deputetët e televizios vetëvendosje kanë deklaruar që i keni 61 vota për qeveri, por jo për kuvend.
Madje edhe ju personalisht në një emision televiziv keni thënë që ata e dinë që unë i kam 61 vota për qeveri, andaj po mbllokojnë këtu në kuvend. Ndërkohë dje e pam që i morët 56 vota, madje një më pak se sa Albrina Axhiu që i pat marrë 57 për kryetare të kuvendit. Çka ndodhi dje, pse nuk i patët edhe 5 vota, siç keni proklamuar gjatë këtyre muajve? Së pari, ne jemi pyetur shumë gjatë pranverës. Atëherë kur ne kërkonim votimin e fshehtë. Dhe ju e dini shumë mirë rezistencën e opozitës që të votohet me votim të fshehtë, ndonë se gjykata kushtetuese me një gjykim të mëhershëm ka thënë që votimi i fshehtë dhe votimi i hapur nuk kanë statuse të ndryshme vlerore, janë të barabartë. Meqense atëherë kryesuesi i seancës konstitutive, Avni Dehari, e provoi 6 herë votimin e hapur në gjysmën e 2 të prillit, pa sukses, ne thamë ta provojmë votimin e fshehtë. Dhe në muajin maj, kur vinë këto deklaratat tona, vinë pikrisht atëhere kur duke i qartazi se kishte vullnet të opozita, por me kusht që të mos ekspozoheshin ndaj krerëve të partive dhe ndaj medjave në përgjithësi se e dhanë votën për konstituim kuvendit. Pra, kishte një lloj trysnie të jashtëzakonshme mbi deputetët në muajin maj si vjet që kurse se të mos bëjnë as takime me lëvizjen vetëvendosje. E votimi i fshehtë për neve edhe ishte e drejtë ligjore, edhe ishte obligim politik për të konstituuar institucionet që fillojnë me atë të kuvendit të legjislaturës 9, por në anën tjetër ishte edhe shans për dal nga gërçi. Dhe unë besoj që në atë periudhë po të votohej me votim të fshehtë, Albrina Axhiu i ka pas 61 vota. Edhe sot e kësaj dite mendoj asaj. Tash nuk mund të themi se s'do ta provojmë asnjëherë më. Po, domethënë, ose nuk dihet. Domethënë, unë jemi bindur që në atë kohë Albrina i ka pas 61 vota me votim të fshehtë. Dhe insistimi im ka qenë më testoni, pra më provoni. Besoj që nga pranvera, vera deri në vjesht, numrat kanë lëvizur. Prej 56 deri në 62-3. Nga java në javë. Dhe dje ishin 56. Tash janë 3-4 deputet që na e kanë thënë shumë qartë, bëni ju 60 vota, ne jemi i 61. Kjo i bie që po t'i kishim 60, do bëhemi 63 ose 64. Po, jemi tash ku jemi këtu dhe vazhdojmë. Valmir Gallopeni për Radio Tugacinit.